Përshëndetje shoqëria nderuar. Sot vendosa me bëu këtë video për ata që shprehin vullnetin edhe dëshirën me shku dikon musafir. Një këshill me shumë vlerë besoj për të gjithë juve që mendoni me shku musafir dikon. Nëse doni me zbulu, a je musafiri dëshiruar në atë shtëpia ju, në atë familje, kudo që shkoni, janë një 2 shaja 3 që të regojnë a je i mirë se ordhër ajo. Mas pore fillon kur ta bin longjen për shembull, nëse ta bin longjen e vakt, mos shko me atë, nuk janë të deshta burë. Ose për shembull që dojnë të qesin do mandarina. Edhe ato nëse si janë kom frigorifere, si janë të ftafta, ti bin të vakta, dije që nuk po kanë qef që ju ke shku, se kanë mujt mi ftuf ato për shembull, ti prut ftafta, me ti kojtë, se havat mandarina e vakt. E mandarina e vakt i servohet dikuj që s'është i dëshirueshëm. Për këshilla e për si gjërash, ju lutem, ma bëni follow atë, ju rrosi si këshilla pa lidhje. Hajde kaloni mirë.